Kryetari i Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha ka marrë pjesë në garën përmbyllëse të kampionatit të basketbollit për mosha 12 deri 16 vjeç. Basha ka dorëzuar Kupën e Pavarësisë 2012, të cilën e ka rrëmbyer skuadra superior Klima Basket. Në fjalën e tij, Basha tha se do të investojë në shtimin e ambienteve sportive në kryeqytet, angazhimi i cili është një tregues emancipimi dhe rrit shpirtin e garës. Dua t'i siguroj që bashkia do të vazhdojë të investojë në sport, duke nxitur konkurse si ky, gara si ky, kampionate si ky, dhe për ta bërë këtë sa më të mundur dhe sa më të shtrirë në qytet, bashkia po investon në shtimin e ambienteve sportive. Aktualisht në qytet po ndërtohen 8 ambiente sportive, 2 janë në përfundim e sipër, 4 ka nisur ndërtimi dhe për 2 tjera projekti ka përfunduar dhe presim të nisë ndërtimi brenda aktiviti. Çmimi i dytë në këtë garë shkoi për skuadrën Marsi Basket, ndërsa të tretin e mori skuadra Studenti. Kampionati i basketbollit është organizuar nën kujdesin e Bashkisë së Tiranës, Federatës së Basketbollit dhe Universitetit të Sporteve.